Dhe kalojmë te dega e tretë, kisha ungjillore protestante. Pra njohur edhe si protestante, edhe si ungjillore, ndonjëherë dhe ungjillore protestante, ungjillore nga ungjilli, që do thotë lajmi i mirë, pra lajmi i shpëtimit përmes Jezu Krishtit, dhe protestante ka marrë emrin në saj të historisë, kur rreth viteve 1500 ndodh një reformë e madhe brenda kishës katolike, por që më pas vetë kisha katolike shpall pra si protestante, pra si protestues, do të thonë kundra kishës, por që qëllimi nuk ishte për të dalë kundra kishës katolike, por për të reformuar disa praktika që sipas protestantëve katolikët i bënin ndryshe nga çfarë mësonte Bibla. Pra ishin tradita të shtuara shkrimit të shenjtë dhe krishterimit sipas tyre. Dhe në atë kohë doli një prift katolik, njohur Martin Luteri, në Gjermani, dhe nxori disa teza të ngulura me gosht në derën e katedrales kryesore në vendin e tij, dhe këto njohen pra si protesta kundër kishës nga katolikët. Dhe si rrjedhoi, protestantët dolën më veç me tezat e tyre dhe me interpretimin e tyre të Biblës. Doktrinat dhe besimet themelore, njohur si parimet e reformës protestante, të lindur rreth viteve 1500. Më saktë, parimet kanë dalë të zyrtarizuar në vitin 1517. Pra qëllimi i tyre ishte që të dilnin në krishtërimin e vërtet sipas tyre, që është krishtërimi biblik. Dhe si rrjedhoi protestantët, dolën në këto parime, të cilat janë 5, të njohura ndryshe si 5 solat. Sola në latinisht do thotë vetëm, pra sola do thotë vetëm. Dhe parimi i parë është sola scriptura, që do thotë vetëm shkrimi. Të krishterë protestant njohin si autoritet kryesor shkrimin. Pra çfarë mëson Bibla dhe jo më tepër, që do thotë kur Bibla është një flet, të gjithë duhet të heshtim, dhe çfarë është shkruar dhe jo më shumë. Pra as mos t'i shtosh Biblës dhe as mos t'i heqësh Biblës. Parimi i dytë është sola fide, që do thotë vetëm me besim ose vetëm besimi. Parimi i tretë është sola gratia, që përkthehet vetëm me hir, hiri i Perëndisë, pra që do thotë mëshira dhe dashuria e pamerituar e Perëndisë për ne njerëzit. Parimi i katërt, solus Christus, vetëm Krishti, dhe parimi i pesë, soli Deo Gloria, vetëm Perëndisë lavdia. Dhe 5 solat, këto 5 parime janë edhe shtylla e doktrinës dhe besimit themelor të krishterë protestant ose ungjillor. Dhe këtu ata e shohin thelbin e besimit krishterë dhe si rrjedhoi edhe rrugën e shpëtimit. Pra ata, ndryshe nga katolikët dhe ortodoksët, nuk e shikojnë të nevojshme që të ketë një ekskluzivizëm të asnjë kishe, të asnjë institucioni. Sipas tyre, Zoti nuk kufizohet dot në institucione, në ndërtesa, por Zoti është kudo, është afër të gjithëve, dëshiron që të gjithë të shpëtohen dhe vinë në pendes, dhe sipas tyre shpengimi pra i njeriu nga mëkatet dhe shpëtimi i njeriu për jetën e përjetshme ndodh në bazë kryesisht asaj çfarë mësojnë Bibla, dhe sipas tyre në bazë të këtyre 5 parimeve, që do thotë së pari të besosh vetëm shkrimin e Biblës si fjala e Perëndisë dhe jo fjalë të tjera që dalin jashtë Biblës. Së dyti, shpëtohesh vetëm me anë të besimit tek fjala e Perëndisë, tek ungjilli i Perëndisë, pra lajmi i mirë për shpëtimin. Dhe shpëtohesh vetëm me anë të hirit të Perëndisë, ku beson dashurinë dhe mëshirën e tij të pamerituar. Dhe shpëtohesh vetëm me anë të Krishtit, si e vetmja rrugë, e vetmja jetë dhe e vetmja e vërtetë që na çon tek Perëndia. Dhe gjithë kjo përmbyllet me solën e 5, soli Deo Gloria bëhet vetëm për lavdinë e Perëndisë. Pra njeriu nuk ka asnjë pjesë në këtë lavdi, njeriu është mëkatar i privuar nga lavdia e Perëndisë, por vetëm lavdia e Perëndisë sjell Jezu Krishtin për shpëtimin e njeriu. Këtë Perëndia e bën nga dashuria dhe mëshira që ka, sura e 3, dhe njeriu kur beson këtë Perëndi të lavdishëm, kur beson që ai ka dhënë Krishtin
fal hirit të tij, dashurisë dhe mëshirës për ne, kur ai beson këtë gjë, ai shpëtohet. Dhe kjo është e vërteta sipas shkrimit, pra sola scriptura dhe vet Ungjilli i Perëndisë. Pra këtë besojnë të krishterët protestantë dhe si rrjedhoi autoriteti i kishës tek të krishterët protestantë nuk është asnjë njeri, por është vetëm Perëndia, dhe Perëndia ka folur sipas tyre dhe ka folur në shkrimin e shenjtë, pra në Bibël. Dhe si rrjedhoi autoriteti zyrtar është vetëm fjala e Zotit, vetëm Bibla. Pra çfarë mëson Bibla, pra sola scriptura. Për sa i përket sakramenteve, ata ndryshe nga katolikët dhe ortodoksët nuk kanë 7 sakramente, pra 7 papa shenjtërimi, po kanë vetëm 2 të cilat i ka urdhëruar ose porositur vetë Jezu Krishti në shkrim, pra në Bibël. Dhe ato janë konkretisht pagëzimi, marrë nga Ungjilli sipas Mateut, ku Jezusi thotë shkoni në gjithë botën dhe bëni dishepuj, duke i pagëzuar në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë, dhe duke mësuar të gjitha ato që unë ju kam urdhëruar. Pra pagëzimi është urdhërimi i parë i Thëna Krishtit dhe i dyti, pra sakramenti i dytë është vakti i Zotit, ose komunioni, sikur si thon ata, që është buka dhe vera, që është prapë një urdhëresë e Jezu Krishtit para kryqëzimit, kur ai natën e Pashkës mori bukën dhe pasi e theu ja dha dishepujve, kishin në kryezën e të 12 dishepujt, dhe i tha merrni hani sepse ky është trupi im i dhënë për shpengimin e të gjithëve. Dhe pastaj mori verën dhe tha pini gjithsecili sepse ky është gjaku im i derdhur për beslidhjen e re, pra gjaku i beslidhjes së re që Perëndia bëri pikërisht në trupin dhe gjakun e Krishtit. Dhe si rrjedhoi sipas protestantëve ose ungjillorëve, në Bibël nuk ka të tjera urdhëresa që Krishti jep ekskluzivisht kishës, përveç këtyre të dyjave, dhe këto të dyja ata i praktikojnë. Ndërsa të tjera sakramente, siç kishin katolikët dhe ortodoksët, për shembull martesa ose të tjera që përmendëm, ata i shohin si pjesë të ndërgjegjjes së njeriu, që njeriu ka vullnet të lirë nga Perëndia dhe nuk është si thua i detyruar t'i kryej. Pra varet thjesht nga thirrja e vet njeriu në ndërgjegjen e tij para Zotit, t'i bëj ose mos t'i bëj. Pra të ndryshë njeriu vetë vendos nëse do të martohet apo s'do të martohet. Dhe prapë këta ata nxisin, shumë po marrin vetëm martesën për ta ilustruar që prapë nga shkrimi i shenjtë ku apostulli Paul shkruan që disa besimtarë kanë thirrjen për të mos martuar, për të qenë celibat dhe për t'i shërbyer Perëndisë më plotësisht, sikurse vetë apostulli Paul ishte, pra vetë ai ishte i pamartuar. Për sa i përket pagëzimit dhe komunionit, pra bukës së verës ose vaktit të Zotit ose darkës së Zotit, shumica nga protestantët i konsiderojnë si simbole, pra si simbole të besimit, që Jezusi ato na i ka dhënë që ne pra të shpallim besimin ton dhe të kujtojmë dhe të themi sakrificën e tij që Perëndia ka bërë për ne. Dhe jo si sakramente që ndikojnë në shpëtim ose shpëtojnë siç mund të jetë tendenca në pjesën dërmuese të katolikëve ose të ortodoksëve. Por ka edhe protestantë që i konsiderojnë mjaft të rëndësishme. Pra ka protestantë që janë më konservativ, ka që janë më liberal, ata që janë konservativ ose ultra konservativ, i shohin pothuajse njësoj si katolikët ose si ortodoksët që si themi darka e Zotit është realisht trupi i gjaku i Krishtit, por disa thonë janë thjesht në formë shpirtërore, disa interpretojnë si katolikët, ose disa shohin pagëzimin si për larjen e mëkateve, që realisht i lanë mëkatet, kurse të tjerë shohin që jo, falja e mëkateve është në momentin e pendesës dhe besimi në Krishtin, pastaj pagëzimi është shpallje e këtij besimi. Pra ka këto larmi për të cilat ne nuk do zgjatemi sepse nuk na del edhe një ditë e tërë për të diskutuar këto zhvillime të themi brenda krishtërimit. Dhe ç'është e vërteta, nëse shumica e debateve ndodh pikërisht tek Eukaristia, pra tek fungata ose darka e Zotit, ku shumica ta me protestantë që si simbole të besimit të dhënë nga Krishti.
Kurse një pjesë tjetër pra I shikon, siç tham, ngjashëm me katolikët dhe ortodoksët. Për sa I përket strukturës së organizimit, kishat ungjillore protestante në mas të gjerë nuk kanë një strukturë hierarkike, madje promovojnë barazinë, pra të gjithë besimtarët janë vëllezër dhe motra, janë vëllezër para Krishtit dhe janë të barabartë dhe nuk kanë një priftëri, sepse po sipas shkrimit protestantët mësojnë që priftëria pra mori fund në dhjetën e vjetër me ardhin e Krishtit. Pra në dhjetën e vjetër prifti duhet të jepte flijim, pra flijonte kafsh, pra bënte le të themi kurbanet, siç e themi ne, për të ndërmjetësuar midis Perëndisë dhe popullit me anë të këtij flijimi, kësaj ceremonie. Kurse në dhjetën e re, flijimi ishte vetë Jezu Krishti. Pra vetë Perëndia erdhi në dhirin e tij për të flijuar për mëkatarët dhe pastaj u ringjall sipas shkrimit, u ngjit dhe do të kthehet për gjyqin përfundimtar të botës, sikurse thon shkrimet. Dhe me kryqëzimin e priftit, më falni, mirë thashë, kryeprifti, se Jezusi ka dhe titullin si kryeprift I besëlidhjes së re nga Zotit. Pra me kryqëzimin e vetë Krishtit, birit të Perëndisë, merr fund, le të themi, zinxhiri I ritualeve sakrificës, sipas protestantëve, dhe sipas tyre në Bibël, pra të gjithë janë të thirrur për të qenë priftëri e Perëndisë. Dhe këtu ata shumica e tyre përkufizojnë vetë shkrimin e shenjtë tek letra e parë e Pjetrit, kur ai thotë që ju jeni një priftëri e zgjedhur, një priftëri mbretërore. Ka mbretin këtë rast është Krishti. Dhe duke qenë gjithë priftëri ose të thirrur dhe të nxitur për të jetuar si të shenjtë, si priftëri, dhe prift do të thotë në një farë mënyrë prijes. Pra prijes I jetës, prijes I familjes, prijes I komunitetit, pra të drejtohesh me anë të shembullit tënd, të fjalëve dhe të veprave. Ti priftërosh ose ti prish njerëzit për tek Zoti, tek Krishti. Pra protestantët ecin me parimin që të gjithë janë të barabartë. Pra kanë barazi dhe si rrjedhoi ata promovojnë në farë mënyrë dhe lirinë e çdo besimtari që ai ka në Krishtin. Pra nuk e shikojnë shumë hierarkinë që zën prifti duhet të ndërmjetësoj për ty ose një autoritet tjetër, ata e shikojnë që çdo njeri në fund ai do të dalë I vetëm përpara Zotit dhe do japi llogari për veten e tij. Pra nuk mund të jetë tjetri përgjegjës për tjetrin, secili është përgjegjës vetë për jetën e tij. Por janë të nxitur gjithashtu të inkurajojnë njëri tjetrin, të përkrajnë njëri tjetrin, të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të ndajnë dhuntit e frymës së shenjtë që kanë marrë nga Perëndia për ndërtimin e njëri tjetrit, të ndryshe të kishës. Dhe kisha sipas besimit ungjillor protestant janë vetë njerëzit. Në fjala eklesia, ku vjen dhe kisha, do thotë të thirrurit. Pra ata nuk e shohin kishën si një vend gjeografik ose si një godinë, po e shohin si një bashkësi të thirrurish për të qenë të krishterë. Dhe kur mblidhen bashkë, adhurojnë në grup, përlëvdojnë Perëndinë dhe ndërtojnë njëri tjetrin shpirtërisht. Për sa I përket strukturës organizative, prap nuk ka një strukturë të mirëfillt, por një strukturë formale. Pra krerët mund të themi janë barinjt ose pastorët, pra kisha ka një ose disa pastorë në varësi të madhësisë së bashkësisë. Kisha ka gjithashtu plakun e kishës ose pleqët e kishës, njohur si pleqësia. Pra këta janë, le të themi, besimtarë që kanë dhunti frymore të veçanta, kryesisht të urtësisë ose të këshillimit, ose që kanë shumë vite në besim dhe kanë një pikuri të lartë shpirtërore. Janë gjithashtu dhe dhjatët, të ndryshe si shërbyesit në kishë, por ka edhe kisha të tjera që janë më institucionale, që kanë edhe të shkop, si për barinjve ose pastorëve. Për sa I përket denominacioneve, këtu kemi të radhitura disa tradita kryesore protestante, ndër më të hershmet është ajo anglikane, pra kisha protestante anglisë, sikurse dhe kisha episkopale në Shtetet e Bashkuara. Këto kanë rënë në reformimin anglez. Vetë kisha anglikane ka si fillim historik të saj shkëputjen e kishës angleze nga kisha katolike me urdhër të mbretit Henry të Anglisë në atë kohë.
Kemi gjithashtu traditën baptiste. Baptiste, në fjala baptizo që do thotë pagëzuesit, është ndër besimet më të mëdha protestante në botë, i karakterizuar nga teksti i në pagëzimin e besimtarëve. Do thotë sipas baptistëve, nuk mund të pagëzohen foshnjat, sepse ata nuk e kanë zgjedhur me ndërgjegjje të pastër besimin e krishterë, dhe sipas tyre nuk vlen që prindrit ose të afërmit e prindërve të jenë përgjegjës për foshnjat. Ata mendojnë që pagëzimi është, sipas interpretimit të tyre të Biblës, është vetëm për besimtarët. Pra ata që kanë zgjedhur që të jenë krishterë, ata duhet të pagëzohen. Për pagëzim me besim. Sikurse kanë theksuar dhe autonominë e bashkësive lokale, që çdo kish, mund të kesh disa kisha baptiste në një vend, secila ka pavarësi nga njëra tjetra dhe vendos vetë. Pra ka një lloj qeverisje si familje. Baptistët në fakt janë më të shumtit, njohur ndryshe dhe si ungjillor, shumica e ungjillorëve në fakt kanë doktrinën baptiste. Ndosë edhe nuk e shprehin, mund thonë ungjillor, por në fakt në doktrinën janë baptistë, nëse ata pagëzojnë territorit dhe jo foshnjat, automatikisht janë baptistë. Për sa i përket kalvinistëve ose të reformuarve, kalvinist nga emri Jan Calvin ose Jean Calvin, përfshim besime si presbiterianët ose reformuesit, duke gjurmuar mësimet e tyre pikërisht në Jean Calvin dhe të tjerëve që kanë luajtur rol në reformim. Një ndër doktrinat më të theksuara në kalvinizëm ose të reformuarit është pikërisht paracaktimi, pra sovraniteti i Perëndisë, që thotë Perëndia ka gjithçka në dorë, ai vendos gjithçka dhe njeriu është komplet i deprivuar nga e drejta e tij për të zgjedhur. Perëndia vendos këtë shpëtojë dhe ata me gjithashtu besojnë në interpretimin e tyre biblik që Perëndia madje ka paracaktuar kush do shpëtohet dhe kush nuk do shpëtohet. Ndryshe nga baptistët për shembull ose të tjerë që do shohim, të cilët i mësojnë më së tepërmi idesë së vullnetit të lirë, që do thotë Perëndia është sovran, kjo është e vërtetë, por edhe njeriu ka vullnetin e lirë për të zgjedhur ose jo. Prandaj edhe këto denominacione, prandaj po ndalem që t'i kuptojmë. Pastaj kemi traditën luterane, ndër më të hershme, thamë që Martin Luther i nisi reformën rreth vitit 1500, dhe ku mori dhe hovë dhe lëvizja protestante, pastaj vazhdoi më tepër për Jean Calvin, po para dhe Lutherit ka pasur të tjerë, ka qenë dhe Jean Hus e të tjerë me radhë, po s'do i futemi historisë. Pra origjina e luteranëve është pikërisht nga mësimet e Martin Lutherit, pra një nga figurat kryesore si shtanë të reformimit protestant. Kemi pastaj metodistët, të themeluar në shekullin 18 nga John Wesley, fillimisht lindi si një lëvizje brenda kishës anglikane, pra që ka në fillim kisha anglisë. Ta japin më tepër theks, pra metodistët, përjetimit personal me Perëndin dhe udhëheqjes së frymës së shenjtë në jetë, në shenjtërim deri në përsosje. Pra metodistët besojnë që po të jetosh në frymën e shenjtë, dhe drejtohesh në frymën e shenjtë, që është personi i tretë i Trinjës së Shenjtë, pra aty bie fryma e shenjtë, ti shkon deri në përsosje dhe shenjtërohesh tërësisht. Kurse luteranët për shkak kanë një qasje më të ngjashme midis katolikëve, domethënë, pra kanë një lloj liturgjie në kishën e tyre, janë si një rrugë mesme midis le të themi baptistëve, ose kalvinistëve dhe katolikëve, njësoj edhe anglikanët, si një via media ose rrugë e ndërmjetme. Pastaj kemi kishat pentakostale dhe karizmatike. Është një traditë më, domethënë, e kohëve të fundit, e cila u shfaq në fillimet e shekullit 20, duke theksuar në doktrinën e tyre dhuratat shpirtërore, pra dhuntit shpirtërore që Perëndia jep përmes frymës së shenjtë, si për shembull të folurit në gjuhë të huaja. Pra nëse shkojmë kisha ku ndonjëherë besimtarët flasin në gjuhë të panjohura, kemi të bëjmë me kishë ose pentakostale ose karizmatike, dhe shkruajnë gjithashtu për adhurimin në një mënyrë mjaft emocionale, në krahasim me të tjera tradita protestante. Kemi dhe grupe të tjera protestante, pak më të veçuara. Kemi ato që shkojnë si kisha që nuk i përkasin një denominacioni të caktuar, pra thjesht kisha ungjillore ose thjesht kisha protestante dhe nuk kanë
denominacione, siç mund të kenë luterane, baptiste të tjera, nuk kanë fare. Pra nuk lidhen me denominacione specifike dhe identifikohen si tilla ose si të pavarura. Por kemi dhe lëvizjen në Shqip mund të thonë në fakt restaurative ose restauracionistët, e cila është kategoria e gjerë para apo në botë si një lëvizje që kërkon të restaurojë kishën e hershme të Krishtit. Dhe këtu përmbledhen ato që njihen si kishat e Krishtit ose dishepujt e Krishtit ose kishat adventiste, sikurse dhe janë adventistët e ditës së 7, të cilët mësojnë që duhet mbajtur dita e Shabatit, që është një nga urdhërimet e 10 së vjetër, dhe mblidhen kryesisht të shtunave dhe jo të dielave, por gjithashtu dhe mormonët dhe dëshmitarët e Jehovait, të cilët hyn në ambrellën e Krishtorimit, por për hir të së vërtetës, këto të fundit në bazë të mjaft diskutimeve në Krishtorim, njihen edhe kanë një masë gjërë heretike, pra mësime të cilat nuk janë fort biblike, për hir të së vërtetës, nga ku kanë lindur dhe mjaft sekte dhe kulte të ndryshme, të cilat ndër Zoti mund t'i bëjmë në një mësim tjetër të radhës, pra mbi sektet dhe kultet e Krishtorimit, si një formë për të informuar publikun e gjerë, për të qenë kujdesshëm nga ata që devijojnë nga doktrina e shëndosh ku hyn të paktën këto 3 denominacione kryesore.